fshinjorët në kuvend ma të organizum, ma të përgatitun, edhe ma të njohur me lokalitetin ku janë me mbrojt intereset e tyre. Po me si nuk e kemi këtë mundësi, atëherë kena këtë formë. Me këtë formë, mendoj që partit prap do dalin parafërsisht njëjtë, me ndryshime, natyrisht partia parë do të bie, nuk do t'jetë me këtë gjendje, sepse forma e saj e organizimit të regon jo përgjithsi. Jo përgjithsi, se s'është e gatshme të marrë përgjithsi. Kështu që personët cilët nuk janë të gatshëm të marrin përgjithsi, zakonisht kanë ecë. Nuk i qëndroj kohës as politikës. Kështu që shpresoj që vetëvendosjen në këtë drejtim do të ketë një rënd të jashtëzakonshme me formën e tillë që ecët në kuvend. Me gjithë këto 20 seanca sa bëhen, e ka treguar veten është e papërgjithshme politikisht. Në këtë rast ai bie që besoni se do ketë ngritje të Partisë Demokratike? Po zakonisht partitë të tjera do të ngriten secila, edhe do të marrin përgjegjësitë po ashtu. Unë besoj që Partia Demokratike do ta ketë ngritje në këtë kuptimin enorm, them për shkak se ka një ngritje nga 19 deputet ka 24, për 5 deputet është ngrit, edhe në rrethanet tjera politike të ardhshme në formën e tillë, me organizimin e një fushate të mirëfillt, unë besoj që do të ketë mbi 30. Kështu që Partia Demokratike do të jetë ndoshta edhe fuqia e parë. Cilat janë në pritje të zotria Sani si pyetje fundit për seancën e nesërme? A do të shkojë Partia Demokratike e Kosovës me qëndrime të njëjta, sikurse deri më tani? Deri më tash nuk kemi asnjë ndryshim. Askush nuk na ka thirrë nga partia me thonë kemi këtë ndryshim ose atë ndryshim. Është gjendje e njëjtë, rrethan politike e njëjtë. Të njëjtën gjendje sigurisht do ta thirr prap ti kemi seancat ka një javë me bë po aty do të ketë kundërshtime sepse nuk jemi për me shkel rregullore të kuvendit, do të vazhdojmë njëjtë. Dhe kështu që kjo do të vazhdojë derisa gjykata kushtetuese nuk e kthen një vendim për kërkesën që ju ka bë për votimin e msheft. Nga ai votim atëherë do të kemi një reagim tjetër sigurisht dhe do ta shohim cilat janë proceset.